Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Aleanca për shqiptarët Arben Taravarit kërkon nga kryeministri i Maqedonisë së Veriut që sa më shpejt i kërkojë kuvendit të shpallë zgjedhjet e parakohshme. Për shqiptarët zgjedhjet janë shpëtimi i vetëm nga përfaqësuesit e pafuqishëm të shqiptarëve vlen, të cilët kanë tradhtuar rënd pritshmëritë e shqiptarëve, thuhet në reagimin opozitarët shqiptarë. Aleanca bën thirrje të lejojnë qytetarët që nëpërmjet zgjedhjeve të lira, të reja, të ndershme dhe demokratike, të marrin fatin e tyre në dorë, të vendosin se kujt do t'i japin besimin për t'i përfaqësuar siç duhet dhe të ndëshkojnë me votë ata që tradhtuan besimin duke mos përmbushur premtimet e tyre, thuhet në reagimin e Aleancës për shqiptarët Arben Taravarit. Bashkimi Demokratik për Integrim akuzon një nga drejtuesit e Vlenit, kryetarin e komunës së Çajerit, Izet Mexhitin, si promotor të nepotizmit brutal dhe një përfaqësues të një modeli të vjetër dhe të dëmshëm të politikbërjes. Në reagimin e tyre nga BDI thosë se Mexhiti u bë milioner duke varfëruar Çajerin, ndërsa sot sipas tyre përpiqet të paraqitet si figurë ndryshimit. BDI pretendon se për më shumë se 2 dekada Mexhiti dhe rrethi i tij kanë zaptuar përfaqësimin e shqiptarëve në Shkup duke dëmtuar perspektivën e të rinjve. Ndaj akuzave për Izet Mexhiti reagoi koalicioni Vlen. Në të thuhet se Izet Mexhiti nuk është produkt zyrash, por ka mandat nga shqiptarët si kryetar komune dhe deputet me votë. Sipas Vlen nga BDI, ende ëndërrojnë kohën e Gruevskit, ku Budapesti u duke si adresë shpëtimi, ndërsa Mjalkovin e kujtojnë si partner të artë të sundimit. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ushtruesi i detyrës së presidentes Kosovës u ka bërë thirrje bashkëdetarëve që të regjistrohen për të votuar në zgjedhjet e 7 qershorit. Përmes një apeli në rrjetet sociale, Albulena Axhiu kërkon bashkëdetarëve që kanë qenë zëri i Kosovës kudo në botë të vazhdojnë me kontributin e tyre për të bërë pjesë e vendimarrjes. Keni punuar dhe keni sakrifikuar për ta ndihmuar atëun tonë. Keni qenë zëri i Kosovës kudo në botë. Vazhdoni kontributin për Republikën e Kosovës dhe bëhuni pjesë e vendimarrjes. Regjistrohuni me kohë, ndihmoni njëri tjetrin, flisni me familjarët, me miqt, me trinjt që kanë lindur jashtë, por që Kosovën e kanë në zemër. Apeloi Albulena Axhiu. Aleanca për ardhmërinë e Kosovës do të garojë vetëm në zgjedhjet e 7 qershorit. Ish deputeti i Aleancës Besnik Tajeri në intervistë për Ekonomia Online deklaroi se ndonse ka pasur diskutime për koalicione, Aleanca e ka bërë të qartë pozicionin e saj, se do të garojë me një listë konkurruese. Nuk do të ketë asnjë koalicion, do të jemi si subjekt politik me një listë bukur konkurruese, me kuadro të aleancës, mirë po edhe tjerë, dhe në këtë garë shkojmë si aleancë, shkojmë vetë, pa koalicione. Aleanca është më e forta kur garon me logon e vetë, kur garon me kauzën e vetë, dhe mësimet e të kalumës tregojnë që nuk kem kalu mirë me koalicione. Tajeri shmagu komentet për listat e kandidatëve, por deklaroi se kandidat për kryeministër do të jetë Ardian Gjini. Menoj që kësaj radhe Aleanca do ta merr rezultatin më të mirë që ka pas ndonjëherë në zgjedhjet qendrore. Diskutimet nuk kanë qenë formale, ka pas ide më herët, mirë po kemi qenë sakt, kemi qenë përcaktuar drejt që do të garojmë vetë. Fillimisht është kandidati për kryeministër, i cili është ndryshe, e një numër i madh po e lëmë kur të publikohet lista e Aleancës. Mirë po do të ketë shumë risi. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.